Në rastin e të moshuarve, është kjo një, le themi, arsye që ato integrohen për shkak të vakancave që janë krijuar sot në treg, apo është për shkak të nevojës që ato kanë për të pasur një vend pune dhe disa të ardhura më tepër në muaj. Kemi thënë një herë dhe ishte një të punosh nga halli apo nga malli. Po, si është që do të thotë, ti ke edhe. Ajo që ne duhet bëjmë është të dyja palëve, t'ju japim mundësinë. Çfarë ka nevojën më të madhe? Është ana shëndetësore. A ka mundësi t'ju jepet një gjë specifike që mbulon nevojat e tyre nga shëndetësore para, e dyta, a mund të jepen kohë të reduktuara, patjetër. A mund të bëhen që këta të kenë programe mentorimi sepse din ta kalojnë, kanë 50 vjetë që shoqëria ka investuar në ata. Pra ne kemi mundësit. Pra nga përvoja e tyre dhe të përfitojnë. Po, unë kam për shembull persona të cilët kanë dalë nga sistemi bankar, kanë dalë pension, të themin 8-6 vjetat. E di që tani që kanë filluar të bëjnë diçka tyre me ekspertizën që kanë parë, tani po shijojnë jetën siç duhet, edhe janë në lulen e rinisë së dytë. Që do të thotë, këta persona dinë çfarë bëjnë, janë të mençur, kur ulen dhe negociojnë nuk ka si përmarrës burr nëne që të dalë përpara dhe të thotë jo do ta bësh kështu.